Pjesën tjetër kur një muaj pa ra herën, Hakifi ma vendosi tytën e revolës këtu, për punë humore, se është nata e vitit 3. Ishte në dhomën e tij, ku e kishte në pjesën e roletës e kishte kallashin, në jastak i kishte bombat dhe në tavolinë e kishte revolën edhe thot nëse se kryem fakultetin rekord, thot kjo të pret. Fakultetin që vazhdova pas luftës. Domethënë ajo ishte, ata ishin stimulimi më i madh. Hakifi për mua ishte një lloj prindi, shoku, gjithçka, për shkak se ai ishte ai financuesi jon në kuptim familjar, i pagunte semestrat, ndërsa praktikisht neve si familje lufta na u ka duk dasëm për shkak se ishim ndër njerëzit që sinodën tonë, ku mblidheshim, domethënë të parët tonë nuk e di që është fol diçka për pos qysh me çliru, qysh me luftu. Edhe ishte ajo pjesa që për neve lufta ishte dasëm. Ishte kur i kena pa ushtarët e UÇK-s, mas vrasjes së Zahirit, kur e kena pa që UÇK-ja nuk është zhduk, po është ringrit si një Feniks, ajo ka qenë, domethënë, unë në luftë jam gëzu, mas luftës s'kam ditë më gëzu, në luftë jam gëzu.